është një poshtërsi që nuk ka mbetur më cip fytyre për këta burrat që janë kthyer në një lloj kënete me degradimin e fjalorit të tyre kaq shumë të ulët, kaq shumë të vrasht dhe kaq shumë cinik, mizogjen që mund ta cilësojmë në fund të ditës, që duan t'i lëndojnë gratë, duan t'i prekin, duan t'i nënshtrojnë, duan t'i bëjnë të pavlera, ndërkohë qasja dhe sjellja që po bëhet në shtëpinë e Big Brotherit për mua është e patolerueshme dhe duhet të merret një vendim siç u mor për Gretën, që u nxor me zarf të zi që u përjashtua nga gara, të njëjtën gjë duhet të bëhet edhe me Tani. Pse e them këtë? Para ditën e sotme ishin në verandë disa banor, ishte edhe Tani që po vërtet ka një kohë që po vërtet për askush nuk e dëgjon se çfarë thot ai, se është kthyer në një lloj palaço, një lloj lolo burr në atë shtëpi dhe nuk e kupton që në këtë formë ai humbet dhe atë pak respekt që ka mberur për artistin që ne kemi dëgjuar këngët e tij vite më parë. Pse kam këtë lloj rebelimi? E kam sepse degradimi që i bëhet femrës në shtëpinë e Big Brotherit është shembulli më i gabuar që ne mund t'i japim për audiencë dhe nuk duhet, sidomos në një shtëpi që është e ndjekur edhe që të kthehet në një normë sjellje, është totalisht e gabuar dhe duhet dënuar. Çfarë bëri Artan Kola? Çfarë bëri? Ai solli një fragment të një filmi për ta lidhur me situatën që ka ndodhur midis Mateos dhe Brikenës, ku Mateo e ka prekur në kofsh Brikenën, sipas Tanit këtë nuk duhet ta bëj se duhet të respektoj gruan, ndërkohë që ky çfarë nuk i thot grave aty, i degradon në mënyrë më të ulët dhe për duke i dhënë shembull që si duhet të trajtohet një grua, një femër, duhet të puthet dhe nuk duhet prekur në këtë pjesë, pasi sipas Tanit është një lloj provokimi që ai e lidhi me një fragment të një filmi shqiptar, Vdekja e Kalit të viteve 90 e ca, që sipas tij edhe në atë pjesë të këtij filmi, personazhi burri që një lloj krenarie që ishte pjesë i sistemit që ja mori bashkëshortin gruas, që e futi në makinë, i tha kurv edhe nuk i tha bushtër, siç e lidhi situatën Tani duke e propretizuar, duke e vizatuar të gjithë këtë sjellje që e bëri Brikena. Për mua është e ulët, është degraduese, është ofenduese dhe duhet të dalë. Ai është në një nominim, sigurisht edhe publiku duhet të marrë vendimin për të nxjerrë atë nga shtëpia, se nuk mund të lidhesh ti një situatë, një shtëpie, ta veshësh me fjalët e një filmi, edhe sipas teje personazhi kryesor në atë film gruaja, edhe sipas ti që e lidhi me Brikenën, i bie që sipas ti Brikena pasa bër veprime bushtre, pra që këto veprime nuk duhen bër me gruan, bëhen me kur burrat janë të martuar dhe duan të kenë dashnore. Pra e bëri çorap të gjithë çështjen Artani dhe për mua duhet të marrë një vendim vëllai i madh për këtë qasje të gabuar që tentojnë çdo herë më shumë për të ulur figurën e femrës. Sa kaq nuk kanë munguar dhe debatet në shtëpi, kemi një diskutim që ka vijuar midis Mateos dhe Selin, që për mua mund të jenë të dy pretendentët në ato podin final se kush do të fitojë Big Brother. Për sa kaq dua të ndalem tek një zgjedhje që ka çuditur paksa edhe rjetin në lidhje me liderin e ri të shtëpisë, që është Rogerti. Po, është Rogerti sepse i ka votat. Ndryshe nga grupi tjetër ku është pjesë, le të themi, tani më jo kompakt, që është Brikena, Mateo, Shndriti, Selin, pasi e kanë luftën e hapur, Mateo, Brikena dhe Selin zgjodhen Shndritin, kurse Mali, që nuk e ka fare Ajberin edhe nuk e ka logjikën e lojës, zgjedh vetëm shokun e tij, për që Stenaldon e zgjodhi dhe Nikol, pra po kemi 3 lloj grupesh në shtëpi, por fitoi Rogerti se e votoi Artani, që çfarë nuk i ka thënë Rogerti Artanit, e ky fundit e zgjodhi lider, ku Rogerti mori vota dhe nga Joela, mori nga Edisa dhe nga Miri, dhe tani sigurisht që nëse do të ketë diçka në dorë, do ta bëj trazir, çorap, edhe padyshim do t'i japi dinamika lojës, se duke mbetur tek zgjedhja edhe mbrëm në prime, banorët kishin atë zinxhirin e shpëtimit dhe aty u vu pak a shumë në të njëjta ura, ku çudita se si Joela shpëtoi Brikenën, që nuk ka lënë gjë pa i thënë, kanë ato gricet me midis tyre, por e bëri për t'i plotësuar dëshirën Rogertit, se ditën e djeshme në konferencën për shtyp që kishte Brikena dhe Gimbo, le themi Joela i dha një lloj mbështetje Selin dhe nuk i dha Brikenës për ta mbajtur
më mirë me të, edhe besoj që ishte edhe kjo arsyeja pse ajo zgjodhi Brikenën, qoftë edhe për t'i ofruar një lloj loje apo një lloj strategjie që Rogerti në fakt e ka për ta ofruar pranë tij Mateon dhe Brikenën për të bërë kundër Mirit, Selin edhe banorëve të tjerë që nuk janë shumë element përcaktues dhe shumë element dinamik në lojë. Ishe e pritshme që do dilte Gimbo, e kam shpjeguar në emisione edhe këtu në Trotshme Redin që ndjej një lloj keqardhje se pse duhet ta shikonin si një lloj paterice që ky duhet të iki për të parë Selinën. Nuk më erdhi mirë kjo shije që është perceptuar dhe kam lexuar në rrjetet sociale, por edhe në emisionin që duhet të dalë ky për të parë se si do të sillet Selina. Selina e tregoi që është një person që është luftarak, që është guncimtare, gjë që po e bën dhe në këto orët e para, tani më që nuk e kam atë merakun e Gretës edhe kjo iku edhe Gimbon, që sigurisht ajo e ka ndjesim, por nuk e ka dashurinë siç e ka ky tjetri në raport me të. Po shikoj Rogertin që po e pyeste ku donte të qëndronte Selin në punët e shtëpisë dhe ajo nuk po ja varte fare. Besoj që do të ketë një lloj diskutimi edhe një lloj narrative të gjithë situatave me Mateon, siç e ka dhe në fillim që kanë pasur disa diskutime se kush ka bërë lojë, kush ka përdorur tjetrin, kush është loja të dyve dhe tani më nuk ka mbetur shoqëri, jo se do të ofendohen apo do të degradohen, po besoj do t'i thojnë gjërat më lirshëm ndaj njëri tjetrit se nuk janë më pjesë e një grupi kompakt, por që janë pjesë e një grupi, le të themi që i bashkojnë disa interesa kundër Rogertit, kundër Mirit, por mbetet për të parë se një hipotezë është që Selin mund të rikthehet në një lloj aleance në kuadër të lojës me Mirin dhe pse mbrëm në Prime, ajo e tha në mënyrë kategorike që nuk do të ketë një lloj rikthimi të tillë, edhe pse ditën e djeshme në bisedën që kishte Miri me Shëndritin tek dhoma e librarisë e tregoi haptazi që sipas tij do të jetë Selina ajo që do të shkojë tek Miri për këtë aleancën, se Miri ndjet një lloj kapadaiu me të gjithë ato që ai mendon se mund të shkaktojë në lojë, por edhe që u zgjodh lider nga publiku, gjë që nuk e besoj ende, i ka lënë një lloj force dhe një lloj tangardhiku që është i krekosur dhe mendon që publiku e ka pëlqyer dhe ka duar trokitur këtë në raport të lojës me Selin. Por siç e përmenda, Miri tha në këtë bisedë që kishte me Shëndritin që e lë derën e hapur, por do të shikojmë se çfarë nuk është thënë në atë shtëpi midis dy personazheve dhe deri më tani është më e saktë në qastin e saj. Selin është lojtare më dinamike, i ka qef sfidat, i ka qef përballet, edhe pse e kam thënë dhe do ta them gjithmonë që i ka pasur mundësitë më të arta në këtë Big Brother, që nga krevati që Kristi i bëri Barç, që nga letra e babait, që nga futja e Gretës, futja e vllait, mesazhi i babait të Selin që e mori Miri te kutia e Pandorës, futja e Rogertit, pra ka pasur shumë situata për ta bërë atë kryefjalë apo epiqendër të sulmeve apo të situatave brenda shtëpisë, dhe ajo forca e saj për t'i përdorur dhe për t'i qenë ballë edhe për të provokuar në shumë situata që pa diskutim e bën një lojtare dinamike dhe aktive në lojë në krahasim me të tjerë që janë më pak aktiv. Më pëlqeu shumë Brikena që tani më po zgjodh dhe nuk është më në atë petkun që do të japi vetëm mirësi, po duhet të ketë edhe debate siç kishte dhe mbrëm fatkeqësisht jo në Prime, për gjatë kohës që ishte në reklama, kishte një lloj, le të themi, debati me Selin, duke i numëruar të gjithë ato gjëra që sipas Brikenës nuk janë të duara në syrin e saj dhe ja renditi Selin, por ku vjen Prime ku ndizet kamera, pasaj që janë live në transmetim me Ledionci, ku ka një lloj sikleti dhe Brikena dhe humb në ato fjalë bërë përsëritse dhe nuk është se ka një artikulim pastaj që mund të ketë një lloj debati të mirëfillt apo që të ketë diskutime të shumta. Por sidoqoftë mbetet një personazh që ka simpatinë jashtëzakonshme në publik, e pëlqen për atë që ajo sjell në lojë, edhe më vjen mirë si Ceceka që po zgjohet dhe ka debate, e parë që ajo e ka më shumë me Mirin epiqendrën e saj, mbetet për të parë nëse do të ketë një lloj tjetër diskutimi apo dhe një tjetër narrativ ndryshe me Selin, se për pjesën e Artanit është e tepërt që të kundërvihet fjalëve ofenduese që ai tha me fjalën Bushtur, duke lidhur veprimin e Brikenës me atë që pa në filmin Vdekja e Kalit. E sa i përket një sondazhi që u bërë për këtë situatën e freskët të Artan Kolës, pa diskutim 90% janë dakord që ai duhet përjashtohet me zarf të zi, pasi ka kaluar dhe ka prekur nditetin
njerëzor që aq shumë e ka elaboruar Ledioni edhe në rastin e fundit me Gretën sa i takon sondazheve, sigurisht edhe mbrëm në Instagram ku ishte Prajmi pyeta audiencën se a do të rikthehet Selin tek Miri apo Miri tek Selin, shumica votoi që do të rikthehet Selin tek Miri. Kjo mbetet për tu parë, deri më tani nuk ka shenja rikthimi, nuk ka sinjale dhe pse disa gjeste të vogla janë dhënë dhe janë kuptuar si një lloj sinjali që e do ende këtë lloj ballafaqimi dhe këtë lloj e cila krijon polemika dhe debate në shtëpi. Paka shumë kjo është e trotshme Redin, pasi situatat në shtëpi sa vinë dhe shtohen, por do të jem këtu sërish për të dhënë opinionin tim, por do doja dhe mendimin tuaj për gjithë këto situata. E para duhet përjashtuar tani, e dyta do të kemi një riafrim të Selinës tek Miri për situata të lojës edhe për të nxjerrur më shumë lojën dhe për të nxjerrë të tjerët në të keqe dhe për të shkuar ajo dhe Miri drejt podit final. A do të kemi një lloj aleance midis Rogertit, Brikenës dhe Mateos, pasi po i shikoj një qasje që po kërkon Rogertit ta ketë me këtë, por më kryesorja mos harroni të bëni edhe subscribe kanalit tonë ku ajo në YouTube.